أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falëndërimi takon Allahut për mirësinë dhe begatitë e Tij. Allahu i Madhërisëm na ka dhuruar të mira e të pastërta, e na i ka lejuar ato, e na ka ndaluar nga të keqijat dhe të fëlliqurat. Na ka dhuruar përmirësive të Tij haptazi dhe fshehurazi, të dukshme dhe të padukshme. Ai ka premtuar se do t'ia shtojë mirësitë atij që falënderon dhe ka tërhequr vërejtjen për një ndërshkim të rreth për atë që mohon mirësitë e Tij. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Allahut. Allahu me të plotësoi fen, plotësoi mirësinë dhe udhëzoi me të për në rrugën e drejtë, paqja qoftë mbi të, familjen e Tij dhe mbi të gjithë shokët e Tij që besuan, që e ndihmuan dhe e përkrahan dhe mbi të gjithë ata që pasuan dritën që zbriti me të deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, tema e hutbes së sotme do të jetë në lidhje me dallimin midis së pastërtës dhe së fëlliqurës, midis at-tayyib wal khabith. O njerëz, keni frikë Allahun dhe binduni urdhrit të Tij dhe largohuni prej asaj që ju ka ndaluar me qëllim të dëshpëtoni. Allahu azza wa jall thot në Kur'anin e Tij: "Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Thuaj, nuk është e barabartë e fëlliqura me të pastërtën, edhe nëse masa e asaj të prisës ty të mahnit. Prandaj fiksojuni Allahut, o ju të zotët e mendjes, me qëllim që të shpëtoni. Allahu me urtësinë e Tij në këtë jetë ka krijuar të kundërtat e gjërave, të pastërtën dhe të fëlliqurën.
të mirën dhe të keqen, besimtarin dhe jo besimtarin, të dëmshmen e të dobishmen, me qëllim që ta plotësoj e ta bëj akoma më përkryer sprovën dhe provimin mbi robërit e tij. Në këtë ajet fisnik hidhet poshtë barazia mes së pastërtës dhe së fëlliqurës. Sepse e pastërta ose e mira është e mirë dhe e dobishme, dhe e fëlliqura e pista është e keqe dhe e dëmshme. Sikur masa e së fëlliqurës të shtohet dhe sikur masa e së pastërtës të paksohet, patjetër që realiteti fals e i gënjeshtër i së fëlliqurës ka për të zbuluar dhe ka për të demaskuar. Këtu fjala al-khubthu në këta jetë, al-khubth, fjala arabe që do të thotë e fëlliqura ose e shëmtuara, përfshin njerëzit, përfshin veprat, punët, përfshin fjalët, përfshin pasuritë, të ngrënët, të pirët, të gjitha pra gjërat që i ka dhuruar Allahu Azza wa Jall njerëzve në këtë botë. Në të gjitha këto gjëra, apo edhe në të tjera, siç thamë, e fëlliqura nuk mund të jetë e barabartë me të pastërtën. E fëlliqura dhe e papastërta dhe e pastërta nuk mund të jenë të barabarta në lidhje me personin. Një person i pastër në trup, në shpirt, në veprat e tij, në fjalët e tij, nuk mund të jetë absolutisht i barabartë me një tjetër. Një besimtar i mirë nuk mund të jetë i barabartë me një kafir, një mohues, një njeri që falënderon Allahun Azza wa Jall për mirësitë që i ka dhënë, nuk mund të jetë kurrësi i barabartë me një tjetër që i mohon të mirësi. Një njeri që fal namaz i nënshtrohet Allahut Azza wa Jall, që kryen vepra të mira, që nga gjymtyrët e tij dalin vepra të mira, nga goja e tij dalin fjalë të mira, nga dora e tij kryen me duart e tij kryen vepra të mira, absolutisht nuk mund të jenë të barabartë ky njeri me një kriminal, me një gjinaqtar, me një që mohon Allahun Azza wa Jall. Thot Allahu: "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun." Ai i cili është besimtar, edhe ai që është fasik, i prishur, jo besimtar, por kemi fjalën fasik, i prishur, përfshin gjitha gjërat të këqija, pra nga jo besimi e deri në veprat që është më pak e keqe. Pra këto nuk janë barabartë. Kurse si an naj'alu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati kal mufsidina fil ard, an naj'alu al-muttaqina kal fujjar. A mos do t'i bëjmë ne ata të cilët besuan edhe bën vepra të mira të njëjtë me ata që bën shkatërrim në tokë, apo do t'i bëjmë ne ata të devotshmit, njerëzit të devotshëm të njëjtë me ata njerëzit e prishur, gjyraqar, mohues. Am hasiba alladhina ishtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu s-salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. A mos kujtojnë ata të cilët bën vepra të këqija, se ne do t'ja bëjmë atyre të njëjtë jetën e tyre, vdekjen e tyre të njëjtë me ato që besuan dhe bën vepra të mira? Jo, kurse si. Sa keq pra është ky gjykimi i tyre, sa keq është një gjykimi i tyre njerëzve, të cilët mendojnë se do t'ja hedhin paq, do t'ja hedhin lehtë. Sa keq pra ato njerëz mohues, ato njerëz kriminal, ato njerëz zullumçar, të padrejtë, ata njerëz që kundërshtojnë Allahun Azza wa Jall, sa keq që u duket vetja sikur edhe jetën në këtë botë, edhe jetën tjetër pas vdekjes do ta kenë njëjtë si besimtar, si veprëmirë. La yastawi ashabun nari wa ashabul janna. Ashabul jannati humul faizun. Nuk mund barazohen banorët e zjarrit me banorët e xhenetit. Banorët e xhenetit janë fitimtarë. Edhe naj'alul muslimina kal mujrimin.
ma lakum kayfa tahkumun. A do t'i bëjmë ne besimtarë ashtu si kriminalët të njëjtë ç'është me ju si gjykoni kështu? Pra, kushtësi të dashur vëllezër, nuk mund të jetë të njëjta e pastërta dhe të ligjura kur bëhet fjalë për njerëzit.